Sapo kam zbulu që shqiptarët që kanë më të zgjuar se shkencëtarët e filozofët më të mëdhenj që ka pa bota. Dhe ju bëna atë videon e multiversit qofse mani men me kumullat jeshile. Këtë koncept e ka bërë të famshëm për herë të parë Nikola Tesla. Shqiptarët në komente, çfarë thu më loqë, si që e ka shumë më loqë. Actually, nuk mund të jetë ashtu sepse ngjyra e gjelbër gjithmonë perceptohet njësoj nga retina e syrit njeriu. Më të mëdhenjt janë këto që ton pas ke pi çik sot o jetë, shisi është puna më plak. Unë nuk mund ta bëj videon 4 orë, më shpjegoj gjithë nga fillimi deri në fund. E ka shpik Nikola Tesla po të them. Është 4 milion faqe. Por çfarë mund të t'japi gjën, vend gjithë shpjegimit do ishte i këshill. Vetëm se ti butolla, nuk do të thënë që jam edhe unë më plak. Ju prezantohet i gjë që se kishit menu vet kurrë më parë dhe direkt e gjykoni, edhe pse sa të morët vesh. Çfarë argumentesh kundër mund të keni nëse sa pa morët vesh? Ka gjithë bota që po flet, ti sa e morë vesh? Ti do kundërshtosh? Pse s'shifni në herë kot për kulturë dhe komente të njëri tjetrit, se kishte njerëz tjerë që thoshin mendoja se vetëm unë mendoja këtë gjë. Koncepti që po i flisja dje, perceptimi i shisave që mund të jetë ndryshe, po flitet nga shkencëtarë, filozofë nga gjithë bota, dhe askush si jep dot dum, se se kundërshtojnë dot, është e pakundërshtueshme. Bum shqiptarin komente, po jo më s'është ashtu. Pik. Ti më plak një person që se kuptoi atë që i thash unë, edhe vjen e mshan mua se kuptova atë që thash unë. Je i çuditshëm domethënë. Mas sa shife videon edhe një herë tjetër që ta kuptosh, mas do duhet më vërtet të flas më ngadalë.